Vijojnë punimet për rikonstruktimin e unazës së Lushnjës, e cila fillon nga post bloku i hyrjes veriore të qytetit, kalon para stacionit të trenit dhe mbaron tek rrethrotullimi i ish unazës së plasmasit. Aktualisht po punohet me shtrirjen e tubacioneve të ujrave të zeza e të bardha dhe ndërtimin e murit fasad, që do të jetë i njëjtë për të gjitha ndërtesat të cilat janë në të dyja anët e rrugës. Gjerësia e rrugës është 18 metra, kështu që po vazhdohet me prishjen e ndërtesave dhe me zgjerimin e rrugës. Banorët e kërkonin prej më shumë se 30 vitesh këtë investim dhe nuk kundërshtuan prishjen e ndërtesave në pronësi të tyre. Ka përfunduar kasoneta në të dyja anët e rrugës. Gjithashtu në projekt janë parashikuar trotuaret për kombësorët dhe biçikletat, mbjellja e pemëve për të gjelbëruar rrugën dhe vendosja e sinjalistikës horizontale dhe vertikale. Unaza e re do të ndryshojë pamjen e qytetit dhe do të lehtësojë punën e bizneseve në këtë zonë, se kjo rrugë ka vijën më të gjatë të bizneseve. Dhe me rregullimin e unazës, qyteti më në fund do të marrë frymëlirshëm nga trafiku. Projekti financohet nga Banka Botërore dhe zhvillohet nga Fondi i Zhvillimit. Vlera e kontratës është 133 milion e 693.965 lek. Punimet kanë filluar në muajin qershor dhe do të zgjasin 9 muaj.